Ja sekreti, ju duen vetëm 3 përbërës për të shpëtuar nga rënja e flokëve. Nëse ju bien flokët, ja si të parandaloni rënjen e tyre me këtë maskë të përgatitur në kushte shtëpie. Përbërësit që u duen janë një vezë, një banane, një lugë gjeve me mjaltë organik dhe gjysmë filxhani birr. Procedura bëhet në këtë mënyrë. Hidhini të gjitha përbërësit në shtryse. Shtrydhni mirë derisa të formohet një masë homogjene. Aplikoni maskën e përgatitur në kokë. Është mirë të aplikoni maskën pasi të keni larë flokën me shampo për të siguruar që koka të jetë e pastër dhe të mos jetë me yndyr. Pasi ta aplikoni maskën, mbështjellni flokët me një qese dhe mbajini për jo më shumë se 2 orë. Të gjithë përbërësit kontribuojnë në forcimin e rritjes së flokut dhe daljen e çimeve të reja. Për shembull, banania pengon formimin e majave të flokut, mjalti përmban vitamina dhe minerale që stimulojnë rritjen e flokut. Ai është i pasur me antioksidant që riparojnë flokun e dëmtuar. Nëse gjendja juaj është alarmante, konsultoni me mjekun tuaj përkatës.